Hiqni dorë menjëherë nga këto ushqime, po ju shkaktojnë migrenë. Krahas shumë faktorëve edhe ushqimet kanë ndikime në rritjen e rrezikut nga migrena, sëmundje kjo e cila është shumë e përhapur kohët e fundit. Disa nga ushqimet mund të nxisin edhe shkaktimin e migrenës. Vezët, nëse keni sistem tretës të ndjeshëm, atëherë duhet të keni kujdes me konsumin e vezëve. Ato në disa raste mund të rrisin rrezikun e amoniakut duke dëmtuar sistemin qendror të trurit. Gluteni dhe prodhimet e tij. Produktet që përmbajnë elb, thekër, grur mund të dëmtojnë sistemin tretës dhe mund të rrisin edhe sasinë e histaminave të cilat rrisin rrezikun e migrenës. Mishi. Të gjitha llojet e mishrave mund të rrisin rrezikun e migrenës dhe janë shumë të dëmshme për trurin. Ushqimet e fermentuara. Të gjitha turshit mund të kenë në bazë uthullën dhe të rrisin aciditetin dhe të nxisin migrenën. Kripa e tepërt tashmë është e dëmshme jo vetëm për shëndetin, por gjithashtu edhe për nxitjen e problemeve të migrenës.